Përshëndetje. Sot do flasim për diagramat e vendit, për bashkësitë dhe probabilitetin duke mbështetur në diagramat e vendit dhe njësimin e elementeve të çdo bashkësie apo nënbashkësie që bën pjesë në një ngjarje të caktuar. Le të kemi dy bashkësi A dhe B. Japim këto dy bashkësi duke mbështetur në diagramat e vendit. Bashkësinë A dhe bashkësinë B, si dhe prerjen e tyre A prerë B. Gjithashtu kemi dhe jo A dhe jo B, do me thënë elementet që nuk bëjnë pjesë në bashkësinë A dhe elementet që bëjnë pjesë në bashkësinë B, si dhe prerjen e tyre. Të gjitha këto nënbashkësi bën pjesë në bashkësinë që shërtojmë që është bashkësia e cila përmban të gjithë elementet e bashkësisë që është në shërtim. Si mund të njësojmë numrin e elementeve të çdo bashkësie, duke nisur nga diagramat e vendit. Numri i elementeve të bashkësisë A është barabartë me numri i elementeve të A-s prerë me B me V. Dhe me thënë, të gjithë numri i elementeve të A-s prerë me elementet që nuk bën pjesë në B, bashkuar me numrin e elementeve të A bën prerë me B, që është barabartë me numrin e elementeve të A prerë me B me V plus numri i elementeve të A prerë me B. Derisa numri i elementeve të B-s është barabartë numri i elementeve të B-s prerë me A me V, pra të gjithë elementet e bën pjesë në B prerë me elementet e jo A-s. Pra kemi qëlluar për kartësisht A prerë B me V është në ngjyrë jeshile dhe B prerë me A me V është në ngjyrë blu. Nga ku në B do dalë në e B prerë A me V plus në e A prerë B. Pra, po ta marrim në B, pra, elementet në bashkësisë në ngjyrë blu plus elementet e nënbashkësisë A prerë me B. Nga ku rrjedh që numri i elementeve të A prerë me B me V është barabartë numrit e elementeve të A-s prerë numrit e elementeve të A prerë B. Pra, numri i elementeve të A prerë me V të nënbashkësisë me ngjyrë jeshile është barabartë me numri i elementeve të gjithë bashkësisë A numrin e elementeve të përbashkët që janë të A-s dhe B-s, pra A prerë me B. Po kështu numri i elementeve B prerë me A me V, pra numri i elementeve të nënbashkësisë në ngjyrë blu është barabartë numrit e elementeve të B-s heq numri i elementeve të përbashkët të A-s dhe B-s, pra numri i elementeve të A prerë B. Numri i elementeve të A për B është barabartë numri i elementeve të A-s minus numri i elementeve të A prerë me B me V. Por njëkohësisht mund të gjendet numri i elementeve të B-s heq numri i elementeve të B prerë A me V. Numri i elementeve të nënbashkësisë A me V prerë B me V, pra elementet që nuk janë as të A-s as të B-s, është barabartë me numrin e elementeve të A-s, pra të gjithë bashkësisë, që është me kuadrat, minus numri i elementeve të A bashkuar B-s, pra gjithë numri i elementeve të A bashkuar B-s, pra të A-s, B-s që janë bashkërisht. Numri i elementeve nga ana tjetër A bashkuar B-s, pra gjithë elementet që bën pjesë dhe në A dhe B, është barabartë me numri i elementeve të bashkësisë heq numrin e elementeve të A prerë B me V. Pra do heq numrin e elementeve që bën në pjesë brenda kuadratit me ngjyrë bezh. Numri i elementeve të A bashkuar B mund të jepet si bashkimi numrit të elementeve të A prerë B me V plus numri i elementeve të A prerë B plus numri i elementeve të B prerë A me V. Pra në A bashkuar B barabartë në A prerë B me V plus në A prerë B plus në B prerë A me V.
Le të shikojmë në një shembull në mënyrë që të kuptojmë edhe më mirë njësimin në numrit elementë për çdo rast të nëmbërsive që merret në shqyrtim nga një bashkësi e caktuar. Le të kemi një klasë që ka 30 nxënës, ku 8 nxënës luajnë vetëm volejboll. Pra është përcaktuar në nëmbërsim në ngjyrë jeshile. Ndërsa 7 nxënës nuk luajnë as volejboll, as basketboll. Pra A me vi pra me B me vi pra nuk luajnë asnjë lloj sporti. Dhe 17 nxënës luajnë vetëm njërin nga sportet. Pra bashkojmë nëmbërsitë në ngjyrë jeshile me nëmbërsitë në ngjyrë blu. Të gjeni sa nxënës luajnë të dy sportet, pra luajnë edhe volejboll edhe basketboll, A për B, dhe sa nxënës luajnë në secilin sport, pra sa nxënës luajnë në bashkësinë A që sa luajnë volejboll gjithsej dhe sa luajnë në bashkësinë B që sa luajnë basketboll gjithsej. Pra njëra sa luajnë volejboll dhe tjetra sa luajnë basketboll. Shënojmë A bashkësinë nxënës që luajnë volejboll, pra sipas të dhënave, dhe me B bashkësinë nxënës që luajnë basketboll. I kemi shënuar përkatësisht A dhe B dhe kemi dhënë dhe diagramat e vendit. Duke ndërtuar diagramën e vendit, ne të mundohen të përcaktojmë numrin nxënës për çdo bashkësi. Sipas të dhënave kemi numri e nxënësve që janë në shqyrtim janë 30 nxënës, ai nxënës ka klasa sipas të dhënave. Pra të gjithë nxënësit e klasës shënojnë me bashkësinë E. Numri është 30. Numri i nxënës që luajnë vetëm volejboll që dha 8 nxënës. Ndërsa numri i nxënës që nuk luajnë as volejboll, as basketboll, pra nuk luajnë as në sport në A me vizë për B, me vizë për bashkë në 7 nxënës. Kurse numri i nxënësve që luajnë volejboll ose basketboll, pra njërin nga këto, jo të dy sportet, në A për B me vizë plus në B për A me vizë barabartë në 17 nxënës. Pra bashkimin në nëmbërsive në ngjyrë jeshile plus bashkimin e nëmbërsisë me ngjyrë blu. Të gjendet numri A për me B, pra numri i nxënës që luajnë edhe volejboll edhe basketboll, numri i nxënësve të bashkësisë A, numri i nxënësve të bashkësisë B, probabilitetin A-s, probabilitetin për B, probabilitetin A për B pa që nxënësit të luajnë të dy sportet, probabilitetin që nxënësit të luajnë vetëm volejboll, probabilitetin që nxënësit të luajnë vetëm basketboll, probabilitetin që nxënësit të luajnë njëra nga sportet pra bashkuar dhe probabilitetin që nxënësit mos luajnë asnjëra nga sportet. Të njësojmë me fillim numër elementë për çdo nëmbërsi. Këtë do të mbështetemi edhe në sa thamë më lart tek veprimet bashkëbësit. Numri elementë A për me B, pra numri elementë të nxënësve që luajnë të dy sportet, edhe volejboll edhe basketboll, do të nisemi nga numri elementeve që luajnë sport, që është e barabartë në numri elementeve të gjithë bashkësisë, e heqim numrin e elementeve të A me vizë për A me B, me vizë për A nxënës që nuk luajnë as volejboll as basketboll. 30 nxënës e 7 nxënës, 23 nxënës luajnë paktën të njëjtin sport. Numri i elementeve A bashkuar B jepet me numrin e elementeve A për B me vizë, pra numrin e nxënësve që luajnë vetëm volejboll plus numri i nxënësve A për me B, dhe me të numër e nxënësve që luajnë të dy sportet, plus numër e nxënësve që luajnë vetëm basketboll, pra në B për A me vizë. Nga kurrjedh, numri i nxënësve që luajnë të dy sportet në A për B është numri i elementeve që luajnë njëkohësisht edhe volejboll dhe basketboll. Heqim numrin e elementeve si shumë
të nxënësi luajnë ose volleyball ose basketball. Pra numri I të gjithë nxënësve që luajnë një sport A bashkuar B është 23 nxënës, e numri I elementëve që luajnë ose volleyball ose basketball, pra vetëm një sport, 17 nxënës që ka të dhënat. Përfundim del 6 nxënës, pra 6 nxënës luajnë edhe volleyball edhe basketball. Kështu që gjetëm numri I elementeve të A bashkuar B, pra nxënësit që luajnë të paktën një sport është 23 nxënës, numri I elementeve që luajnë të dy sportet A për B është 6 nxënës. Numri I elementeve bashkësisë A, domethënë që luajnë volleyball, është numri I elementeve që luajnë vetëm volleyball bashkuar me numri I elementeve që luajnë edhe volleyball dhe basketball, është barabartë me NA për B me V plus NA për B barabartë me 8 nxënës plus 14 nxënës, pra luajnë volleyball. Numri I nxënësve që luajnë basketball është barabartë numrit të nxënësve që luajnë volleyball dhe basketball minus numri I nxënësve që luajnë volleyball. 23 nxënës heqin 8 nxënës barabartë 15 nxënës, pra 15 nxënës luajnë vetëm basketball. Numri I nxënësve që luajnë vetëm basketball është barabartë numri I nxënësve që luajnë basketball minus numri I nxënësve që luajnë edhe volleyball edhe basketball, që është 15 nxënës, e 6 nxënës barabartë me 9 nxënës. Numri I përgjithshëm I nxënësve që luajnë një sport në A bashkuar B është barabartë në A për B me V, pra 9 nxënës që luajnë vetëm volleyball plus në A për B numri I nxënës që luajnë volleyball dhe basketball plus në e B për A me V numri I nxënës që luajnë vetëm basketball, duke zëvendësuar vlera 8 nxënës plus 6 nxënës plus 9 nxënës, 23 nxënës. Që të gjetëm më lart, pra. Dhe në eja është numri I elementeve që luajnë një sport plus numri I elementeve që nuk luajnë asnjë sport. 23 nxënës plus 7 nxënës barabartë me 30 nxënës, pra përputhur me të dhëna. Shikojmë kërkesën B. Rindërtojmë diagramin e vënën. Duke zëvendësuar vlerat e gjitha më lart, themi që bashkësia A ka 14 elementë, nxënës që luajnë vetëm volleyball janë 8 nxënës, nxënës që luajnë volleyball dhe basketball njëkohësisht janë 6, pra që luajnë të dy sportet janë 6 nxënës, numri I nxënës që luajnë vetëm basketball janë 9 nxënës dhe numri I nxënës që luajnë basketball janë 15 nxënës. Kurse numri I nxënësve që nuk luajnë asnjë sport janë 7 nxënës. E gjithë bashkësia përbën nga 30 elementë. Pra 8, 6, 9, 7, 30 nxënës. Në H-ja është barabartë me 30, pra numri hapësinor 30, në E-ja është barabartë me në H në rastin tonë 30. Probabiliteti e një ngjarje tim që jep se raporti numri ngjarje të çast për numrin ngjarje hapësinore në A për në H. Ku në H thamë do të zëvendësojmë në E, sipas shqyrtimit që kemi në shembullin e dhënë. Ka ku probabiliteti që ndodh teoria A, pa të më thënë nxënës që luajnë volleyball është në A për në 14-30. Që mund ta thjeshtojmë. Në del 7-15. Probabiliteti që nxënësve që luajnë basketball është në B për në E 15-30. Edhe këtë mund ta thjeshtojmë. Në çdo rast ku kemi mundësi të thjeshtojmë, mund të thjeshtojmë dhe të kthejmë thjesht pastaj shtueshme. Probabiliteti që nxënësi të luajë të dy sportet është barabartë numrit e nxënësve që luajnë të dy sportet për në E, që 6-30. Pra 6-30. Probabiliteti që nxënësi të luajë vetëm volleyball është në A për B me V për në E 8-30. Probabiliteti që nxënësi të luajë vetëm basketball është barabartë në B për A me V për në E 9-30. Probabiliteti që nxënësi të luajë një sport, pra A bashkuar B, është numri A bashkuar B për në E 23-30.
probabiliteti pra 23-30 që nxënësit të luajnë në sport. Probabiliteti që nxënësit mos luajnë asnjë sport, për A me B për me B me B, është numri elemente për A me B për B me B përminoj 7 të 30. Po të mbledhin të gjithë probabilitet për çdo rast, për çdo në bashkësi të shkruar sipas diagramit, do të dalë barabartë me 1. Ne ta shohim. Për probabilitetin që nxënësi të luajë vetëm voleybol plus probabiliteti që nxënësi të luajë të dy sportet plus probabiliteti që të luajë vetëm basketbol plus probabiliteti që nxënësit mos luajë asnjë nga sportet është barabartë me 1. Duke zëvendësuar vlerat e mundshme sipas atyre që gjetëm më lart, duke kryer veprimin nxjerrim 30 për 30 barabartë 1, kjo vërteton se problemi është zgjidhur në rregull, nish barabartë me 1. Faleminderit.